nuk është dhe aq i lehtë për të menaxhuar Big Brother, ja, sepse mund të jenë Çfarë mund të jenë? Mund të jenë moderues shumë, po ja, unë marr rastin e Kosovës për shembull. Për mua një nga defektet që ka Bigu Kosovës është moderimi i Prime-it. Domethënë shumë momente aty kalojnë ose pa u vënë re, ose pa u sjellluar tamam, ose nuk janë ato dinamikat që prisnin njerëzit. Për shembull, nëse vjet ke qenë ti dhe kur u shpëtonte diçka, ti e sille në vëmendje vazhdoje debatin, pra mbaje gjallë interesi, se unë si publik dua të di një shert që ka pas e kuptoj, në gjë. Unë e kuptova. Unë kam mbyllur marrëdhënien, ti e di shumë mirë me Big Brother Kosovën, por nuk kam mbyllur as pak dhe s'kam sa e mbyll miqësinë me ata. Jo, s'ka lidhje, patjetër, po. Po tani unë jam shumë i vëmendshëm dhe prandaj jam bloger, sepse çdo gjë që shoh me kujdes dhe kap detajet dhe njoh ritmin. Sepse unë mendoj si publiku po momentin çfarëdo. Shpejt ndryshoje se u mërzit ka kjo, shumë gjatë kjo, shkurt kjo. Plasi debati, prit pak çka kam Fatma se i Ravathi, ku i Ravathi, me kë është aty se dëgjova zhurmë. Prezantuesi, po marr Alaudini se po përmend tani me që ti e solle në vëmendje. Alaudini ka skaletën, ndjek dinamikat live. Ka kufje në vesh që do flasë me produksionin, kupton? Ka marrëdhënie me bashkëprezantuesen. Kuptoj, pra po. Aty është, mos më shiko mua se unë isha opinionist dhe isha këmbë për këmbë dhe kisha kohë që na kapja gjë. Unë bëra diferencën e moderimit të Arbanës në Shqipëri apo asaj çka kemi parë në Itali me Bigun e Kosovës. Do thuash ti janë në fillime, patjetër janë në fillimet e veta. Sigurisht do mësojnë rrugës. Megjithatë, përveç faktit që janë dy moderues, pra kur i shpëton Olti te ka Fatma, gjë që nuk ndodh atje. Pra, atje ku t'ja marrin njëri tjetrit. Si? Atje ku t'ja marrin njëri tjetrit, jo t'ja... Po, është ky rivaliteti kështu i heshtur që ndodh dhe rëndom, domethënë kur janë dy njerëz që ndajnë. Ndodh, janë dy ndodh, edhe dy këngëtar duet ndodh. Po, pra, po, e kuptoj, po ndërkohë ikën vëmendja nga gjërat e rëndësishme dhe këtu ta kisha, sepse ky menaxhimi është si ai, më ka thënë njëherë një producent italian kur ka ardhur në fillim te Tringu që bëja emisionin, thoshte siç kanë këta këngëtarët veshin e muzikës që quhet, atë që shpjegove ti pak më parë, e kanë moderuesit ose analistët, pra veshin e ritmit e emisionit. Pra që ti, bravo, ti e ndjek ngjarjen, ti je në ngjarje, kupton kur duhet prerë, kur duhet kalosh te tjetri. Kështu që do thoja që edhe aq formule lehtë për të menaxhuar nuk është. Pra ti duhet jesh brenda, ose është kjo tjetra që ti duhet vërtet ta ndjekësh. Nuk mund të bësh thjesht prezantimin si në Dancing with the Stars. E kupton? Që ke një skalet, lexon prompterin, kërcen Andi me Fatmën edhe vazhdon rjeta. Jo, sepse aty në çdo sekondë do të gjëra. Po pra më fal tani, për kaq lek sa kanë marr, sa merret në këto produksione si prezantuesët. Po mirë. Edhe mos ndjekin bisedën live nuk duhet? Po tash ti... Nuk ka nuhatjen më. Ne po diskutojmë, sikur është doktor Petrela që bëu operacionin e trurit, edhe i zhbllokon arterën e njeriu të bllokuar dhe e kthen në jetë babain e 3 fëmijëve. Ti je aty është hiqja lenës, futja prenës, po sa ma bëret vështirë fare. Ato e prezantoj unë me një këmbë të thyer, edhe me një gishtë në hund, edhe me një sy të vrarë. O zemra, po e di ku është diferenca, që ti se ke mendjen te finali se si të duket papioni edhe si të shkëlqen xhaketa në cilin lampadar bie më të drita. Kjo është diferenca e moderatorëve që janë të përfshirë aty brenda dhe që flasin me këmbë me duar dhe nuk e di se si po dalin atje, dhe dikush tjetër që ka të kthy atë finalin nga vetja dhe